Të dashur qytetarë të Pejës, mbështetës e aktivist të lëvizjes vetëvendosje, të dashur mërgjimtarë që keni ardhur në adheun ton të përbashkët, të nderuara familje të dëshmorëve e martirëve të luftës, të dashur kandidat për deputet, zonja ministre Rozeta Hajdari, doktoresh Fatmire Kolçaku, Gramoz Agusholli, të dashur kandidat në listën ton fituese, i dashur e nderuar kryeministër i Republikës së Kosovës Albin Kurti. Të dashur partner të koalicionit zonja Mimoza Kusari Lila. E nderuar nënkryetare e Kuvendit Albulena Haxhiu. Ministre e bashkëpunëtore ime Arbrien Agaci. Sonte në këtë qytet të mrekullueshëm jemi mbledhur për të treguar se Peja nuk lëshon pe. Peja, qyteti i lidhjes bes-a-bes, ka qenë gjithmonë simbol i qëndresës, qytet që nuk është përkullur kurrë, qytet që historikisht nuk është dorëzuar. Nga Peja deri në skajnë më të lartë të Kosovës, ne jemi bashkuar rreth një ideje. Një shtet që u shërben qytetarëve, një shtet ku ligji është i barabartë për të gjithë, një shtet që nuk negocion me korrupsionin, krimin e padrejtësinë. Ky është premtimi jon e për këtë premtim kur nuk do lëshojmë pe. Gjatë 5 viteve të qeverisë Kurti, kemi dëshmuar se ndryshimi nuk është vetëm slogan, por është punë. E kemi dëshmuar që shteti mund të qeveriset me nder, se ekonomia mund të rritet, identiteti mund të kthehet. Nuk ka qenë e lehtë. Madje nuk ka qenë e lehtë as ta organizojmë këtë tubim sot, sepse pushteti lokal prap vazhdon të mos na lejojë të marrim pjesë në hapësira publike e na ka ndaluar tubimin në kinoteatrin Jusuf Gërvalla. Presionet kanë qenë të mëdha.
Sulmet kanë qenë të vazhdueshme, e në anën tjetër, për të ndalur zhvillimin, ata gjithmonë po bëhen bashkë. Por ne nuk u tërhoqem, prandaj sot jemi këtu e ma të fortë se kurrë. Çdo qytetar, në çdo fshat, në çdo lagje, do ta bëj fitoren tonë madhështore. Të dashur bashkëqytetar, kjo nuk është thjesht një fushat zgjedhore, është një betejë për drejtimin e shtetit. Është një betejë mes të Kosovës që ecën me dinitet e Kosovës që ngec me pazaret e opozitës. Ne e dim zgjedhjen tonë, një Kosovë ku të rinjët nuk ikin por ndërtojnë të ardhmen këtu, ku vajzat dhe gratë zhvillojnë vendin e familjen, ku fermerët mbështeten, ku ndërmarrësit punojnë me ligj e pa rishfet, ku çdo fëmijë ka arsim cilësor e çdo familje ka dinitet. Dhe për këtë na duhet besimi juaj, na duhet vota për numrin 116. Siguri e begati për Republikën tonë e për qytetarët e saj. Nga sot e deri me 28 dhjetor, le të jemi zëri i çdo qytetari që kërkon drejtësi, barazi e zhvillim. Le të punojmë pa u ndalur, sepse kjo është rruga jonë, me guxim, dinitet, me besim. Nuk lëshojmë pe, ky është misioni jonë dhe këtë do t'ja dalim bashkë me 28 dhjetor. Ju falenderit shumë, rrnof divizjave vendosje, rrnof qeveria Kurti 3. Tani kam derin e veçantë, taftoj kryeministrin e tashëm e tardhëm, Albin Kurtin. Të dashur qytetarë të Pejës, faleminderit shumë për këtë mikpritje kaq të përzemërt kur na ndajnë vetëm një javë nga dita kur votojmë bashk, fitojmë bashk, e festojmë bashk sepse si vjet viti i ri nis një 30 më herët. E në këtë marshim të përbashkët drejt fitores pandalshme, një fitore që do t'jetë edhe më e madhe se sa e mendon shkurt, e vërtet është, përkohësisht mund t'i ndalin sollat, por kur nuk do të mund t'a ndalin popullin, sepse populli është burimi i sovranitetit, sepse Republika e Kosovës është themeluar mbi idenë e lirisë e jo të blokadave e të pengesave. Faleminderit shumë që keni ardhur sonte këtu dhe punoni për çdo ditë, për çdo orë që ta realizojmë fitoren e cila jo vetëm thjesht e duam, por na duhet. Në mandatin e ardhshëm duhet t'i vazhdojmë projektet e mbara e të mira, por gjithashtu edhe do të nisim shumë të tjera për disa prej të cilave do të flas sonte. Por le të rikthehemi këtu ku jemi në Pejë. Ne me Spitalin e Pejës jemi përqendruar tek modernizimi dhe ja kemi shtuar një rezonancë magnetike që është tejet e vlefshme për banorët jo vetëm të Pejës. Për 20 vjet në Kosovë kanë qenë vetëm 2 rezonanca magnetike, me qeverisjen tonë në këtë mandat 4 vjeçar janë shtuar edhe 3 të tilla e njëra prej tyre për Spitalin e Pejës.
Në Pej do t'i zgjerojmë shërbimet shëndetësore duke hapur edhe poliklinikën specialistike stomatologjike, sepse kujdesi shëndetësor duhet të jetë i qasshëm, cilësor dhe afër qytetarëve. Shëndeti publik nuk pret dhe as nuk privatizohet, për këtë e keni mundësi e garanci qeverisjen tonë. Pastaj, në gjitha rajonet, përfshirë Pejen, ne do ndërtojmë sisteme të reja të ngrohjes qendrore, për ta përmirësuar cilësinë e jetesës së familjeve dhe për të garantuar zgjidhje efikase, të qëndrueshme dhe të përballueshme energjetike. Ju e dini, dashur qytetarë, që në termoelektranat e Kosovës A dhe Kosovës B, duke djegur qymyrin, linjitin, e shndrojmë energjin termike në energji elektrike, e që më pastaj energjin elektrike ribëjmë termike, sepse aq shumë shpenzojmë për të ngrohur me të. Andaj, kogenerimi, sistemi i ngrohjes është zgjidhja. Unë e di që ju i nxeni sallat me pjesëmarrje, por nuk mjafton kjo. Duhet i kemi të ngrohta dhe shtëpitë tona, dhe kjo bëhet duke e pasur kogenerimin, sistemin e ngrohjes me energji termike, me avullin e termoelektranave të qasshëm për ngrohjen e shtëpive të këndshme familjare, onë mban e në veçanti këtu në Pej. Pastaj e kemi rrjetin e rrugëve, teje të rëndësishëm. Do të ndërtojmë magjistralin e Dugagjinit që e lidh Prizrenin, Raovesin, Gjakovën me Deçanin, Pejen dhe Istogun. Vazhdojmë ndërtimin e rrugëve Deçan, Plav dhe Pej Rozhaj. Do të ndërtojmë rrugën Pej Kuqisht dhe rrugën Tranzit në Pej për qarkullim më të lehtë dhe qytet më funksional. Njëkohësisht do t'i finalizojmë rrugët Dolz-Gjakov dhe Kiev-Zahaq, krahas rehabilitimit dhe modernizimit të gjitha rrugëve rajonale. Po t'i kishim filluar vetë nga fillimi, do të ishim tani të përfunduar me këto projekte. Pikërisht për shkak se kanë keq planifikuar, nuk kanë shpenzuar kohë në përgatitje, ekzekutimi i tyre është zgjatur tërkuz, për shkak se ata paranesh, të nderuar të pranishëm, nuk e kanë pasur fokusin të rrugët e reja për qytetarët, por të shpërndësimet e vjetra për vete. Dhe me neve, kjo ndryshon një herë e përgjithmonë, trashëgimia e tyre e keqe do të ndreqet për hir të qytetarëve, por ajo çfarë ne e nisim përfundon shpejt. Urat që janë ndërtuar mbi lumin Ibër në Mitrovic nuk janë bërë shpejt, veç se thjesht bëhet fjalë për Mitrovicën, po për shkak se janë ndërtuar në pronë publike dhe ku nuk ka pasur as keq planifikim, as mungesë të përgatitjeve dhe natyrisht as nevoja për shpërndësime që në rastin më të mirë çojnë gjykata. Ky është dallimi i madh kapital që e kemi ne me ata për investimet kapitale. E investimet kapitale të dashur qytetarë të Pejës kanë pasur vitin e tyre rekord 2024-shin 654 milion euro. Në mandatin e ri, asnjë vit me më pak se 1 miliard euro shpenzime kapitale. Në vijim do të investojmë këtu në Pej në hapjen e 5 qerdheve në lokacionet Barand, Raushiq, Leshan, Nabërgjan dhe Novosel, duke i bërë ato të përballueshme për çdo familje në qytetin tonë. Për ta inkuadruar gruan kosovare në tregun e punës, është domosdoshme të ndërtojmë qerdhe. Për 4 vjet e 9 muaj, gjithsej 74 qerdhe janë ndërtuar ose janë në ndërtim e sipër, qofshin të reja apo të përshtatura nga hapësirat e ndërtesave arsimore. Ndërka që ta para neve, për 17 vjet veç 4 qerdhe. Pra asnjë qerdhe në mandat nuk e ka ndërtu. A ne për një mandat 74 qerdhe. 66 herë jemi më të shpejt se ata.
Në mandatin e ri, Peja bëhet qendër rajonale e inovacionit dhe sipërmarrjes. Mbështetet inkubatori i biznesit pranë Universitetit Haxhi Zeka, ofrojmë aty hapësirë moderne, mbikëqyrje dhe mbështetje financiare për studentët, gradë dhe trit me ide inovative. Në mandatin e ri, forcohet lidhja mes universitetit, sipërmarrësve dhe sektorit privat. Kjo e nxit zhvillimin ekonomik lokal dhe rajonal, dijes i jepet rol prodhues. E për ta lidhur tregun e punës me aftësimin profesional, tashmë i kemi 32 shkolla profesionale anë mban 17 komunave të Kosovës me 2600 nxënës që i kanë kryer sistemin dual në 16 profile të ndryshme. Për çdo diplomë shkolle do të ketë një vend pune dhe të gjitha zanatet do të profesionalizohen për paga më të larta e për cilësi më të mirë. 3 lloj turizmit do t'i zhvillojmë në Pej, është turizmi kulturor, turizmi shëndetësor dhe agroturizmi. Turizmi kulturor bazohet në pasurit historike dhe trashëgimin e Pejës. Ne marrim përgjegjësi për ta ruajtur atë dhe për ta zhvilluar më tej. Shteti investon në mbrojtjen dhe restaurimin e aseteve kulturore me rëndësi kombëtare. Qeveria i mbron objektet e kultit si pjesë e identitetit historik të vendit. Do t'i mbështesim zejtarët, zanatet tradicionale përmes politikave shtetërore të kulturës dhe të zhvillimit ekonomik. Zejtaria e ruan dijen e trashëguar dhe krijon vlerë për turizmin kulturor. Shteti e lidh kulturën me punësimin dhe me ekonominë lokale, e qeveria juaj në mandatin VM e mbështet ndërtimin e objektit të ri të Muzeut të Pejës si institucion publik i kujtesës dhe i historisë. Muzeu shërben si pikë referimi për vizitorët dhe qytetarët dhe do të hyjë në hartën turistike të Republikës së Kosovës. Peja ka potencial të madh edhe për turizmin shëndetësor. Qeveria e njeh këtë potencial dhe e kthen prioritet zhvillimor. Shteti investon resurset natyrore të zonës, si ujërat e pastra dhe produktet bio. Këto resurse krijojnë mandej edhe bazën e turizmit të mirëqenjes. Qeveria i lidh politikat publike me bizneset e sektorit privat. Marrëveshjet shtetërore krijojnë ofertë re turistike e turizmi shëndetësor sjell vizitor jo vetëm vendas, por edhe të huaj. Vizitorët sjellin ekonomi gjithnjë më të mirë lokale, shëndeti lidhet me natyrën, pra turizmi shëndetësor i mirëqenjes krijon ofertë unike për qytetin e Pejës dhe për Kosovën mbar. Dhe treta është agroturizmi. Peja dhe fshatrat përreth kanë potencial të madh për agroturizëm. Ne e njohim dhe do ta zhvillojmë këtë mundësi, e lidhim bujqësinë me turizmin. Kjo lidhje krijon të ardhura të reja për familjet rurale dhe ky do të jetë motor i zhvillimit lokal, por njëkohësisht edhe pengesë për çfarëdo emigrimi nga fshatrat tona. Se ne e dim që pjesa më e madhe e emigrimit nuk ndodh nga qytetet, por ndodh nga fshatrat. Fatkeqësisht këtu në Pejë kemi edhe emigrim nga qyteti. Popullsia e Pejës do duhet vinte duke u rritur me shpejtësi, sepse ky qytet që quhet Lulja e Dugaxhinit është rrëz Drinit, e Bistricës, e Bjeshkëve të Rrugovës, do duhet t'i shtohet popullsia me njerëz që duan të vinë të jetojnë këtu. Mirë po dashur qytetar, për shkak të ngecjeve, blokadave nga më të ndryshmet, për shkak të preokupimeve e prioriteteve të gabueshme, në vitin 2026, me shumë gjasa, komuna e Fushë Kosovës ka më shumë banor se komuna e Pejës. Merrni me mend. E neve na duhet ta bëjmë Pejën atraktive, që përkundër pushtetit komunal këtu,
njerëzit ta vlerësojnë për kulturën, traditën, historinë dhe për atë çfarë bën qeveria juaj në funksion të zhvillimit e të përparimit. Le ta rikthejmë Pejen një qytet që rritet e ngritet e jo një qytet që braktiset me qras të përfitojnë disa pushtetarë, por ngelin të pakënaqur qytetarët. Bashk mund ta bëjmë dhe 28 dhjetorin e keni një shans unik për këtë. Duhet gjithashtu t'i pastrojmë lumejt e pyjet, jo veç me fushata e ko pas kohe, por vazhdimisht e t'i ndërtojmë e riparojmë argjinaturat. Ka probleme në fshatrat e Pejes me kanalizime, zgjidhja që adreson me efikasitet këtë problem madhor janë impjantet e vogla për fshatrat mëdha ose për grupe të fshatrave. Çdo fshat i madh e grup i fshatrave do ta ketë pra impjantin e vet për trajtimin e ujrave të zeza. Puna me impjantet e vogla do të nisë nga kanalizimet pranë rrjedhave të lumejve dhe burimeve ujore. Peja është komuna e 4, ku ne si Qeveria e Republikës po e zbatojmë fazën e parë të projektit tonë të banimit të përballueshëm dhe social. Në Pejë kanë filluar ndërtimet për gjithsej 135 banesa në 2 ndërtesa, 103 për banim të përballueshëm, që është për çiftet e reja, dhe 32 për banim social, banim të dinjitetshëm në një sipërfaqe ndërtimore të gjithë mbarshme prej 22.362 metra katror. Edhe këtu në Pejë, banesat e përballueshme sociale do të jenë të 4 tipeve, 53 metra katror, pastaj 66 metra katror, 77 metra katror dhe 87 metra katror. Në mënyrë që asnjë familje të mos ngelet pa kulm mbi kokë dhe asnjë shtëpi të mos jetë e tillë që nuk ofron kushte të dinjitetshme për jetesë. Shtesat janë marrë nga 3.500 nëna lehona dhe mbi 18.500 fëmijë që përmirëson mirëqenien e familjeve. Ju e dini që në Kosovë s'ka pasur shtesa për fëmijë më herët. Ne i kemi filluar për herë të parë me 10 euro, pastaj 20 euro, pastaj 30 euro. Së fundmi janë bërë 45 euro për ata të cilët i kanë më shumë se 3 fëmijë ose edhe vetëm 3 fëmijë, i marrën 135 euro në muaj e në mandatin e ardhshëm kush i ka në Pejë dhe gjithandej Kosovës 3 fëmijë e më shumë do t'i marrë 207 euro në muaj në emër të nënës në gjirologarinë e nënës. €19 milion për stadiumin e qytetit Shahin Haxhi Islami, punimet nisin së shpejti, gati 6 milion euro për ndërtimin e kompleksit Qendrës Nacionale të Judos në Pejë, e para e llojit vet në vendin tonë. Aty do të zhvillohen edhe lojrat mesdhetare 2030 që kanë vendin tonë një Koqir. Kontrata tashmë është nënshkruar, ndërkaq salla e sporteve Karagaçi do të rinovohet thellësisht e tërësisht, sepse edhe aty do t'i mirëpresim lojrat mesdhetare 2030. Të dashur qytetarë të nderuar të pranishëm, lëvizjave të vendosje, qeverisja jonë bashkë me partinë Guxo, me partinë Alternativa dhe tash në garë dhe me partinë Shqiptare Demokristiane dhe kandidat të cilët janë pa parti, ka nevojë për mbështetjen tuaj, sepse ne jemi e para qeveri pas çlirimit, e cila edhe e qep thesin si buxhet, edhe e thur gardhin si kufi. E qepja e thesit është domosdoshme për mbrojtjen e paras publike dhe rritjen e buxhetit, ndërkaq thurja e gardhit është domosdoshme për ta mbrojtur integritetin territorial, sovranitetin shtetëror dhe për ta luftuar suksesshëm krimin e kontrabandën. Që të dyja këto i kemi bërë me sukses të paimagjinuar prej të tjerëve më herët
dhe jemi shumë krenar, andaj ballhapur kërkojmë para jush mbështetjen për të vazhduar për siguri dhe begati, përkatësisht për edhe ma shumë siguri, edhe ma shumë begati. E sa i përket qepjes së thesit, po e marrë veç një shembull. Shteti i Kosovës, të dashur qytetar, i ka 11 terminale doganore. 11 terminale doganore i ka. Kur e kemi marrë në qeverisjen, veç një terminal doganor ka qenë shtetëror aj në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës Adem Jashari. 10 kanë qenë privatizuara. Veç një shtetëror. Sot që po flasim, 8 janë të shtetit, 3 që kanë vetë privatit, në pranverën e vitit 2026 bojnë publike të Republikës Kosovës. Unë e di që ju e dini që kur kërkoni prej meje që unë të mos në shojpe, ju e bëni këtë kërkesë sepse dini që do t'ju plotësohet tërësisht. E përveç qepjes së thesit që aty të ketë sa ma shumë të mira që shpërndahen mandej për qytetarët, kur jemi të thurja e Gardhit, përkatësisht mbrojtja e kufirit, të nderuar të pranishëm, prej 37 rrugëve ilegale që i kemi mbyllur, 29 kanë qenë veri të Kosovës. 29 rrugë ilegale në verinë e Kosovës. Kontraband, krim, kontraband me armë, me drogë, me gjithsende nga më të ndryshmet e bile edhe me njerës. 9 stacione polisore i kemi rrotull kufirit e s'ka qenë asnjë, 29 rrugë ilegale kanë qenë e s'ka ngel asnjë. Në veri të Kosovës mund të ketë naj kriminal të vogël që ende fshihet në i gund. Po, kriminal të maj s'ka më. O janë në burgun e sigurisë lartë në Dëz, në Gërdëc të Lapit, o janë vranë në Banjsk, o kanë ikë për Serbi. Të gjitha komunat e Kosovës kanë pas komuna paralele, zyra gjithandej me struktura ilegale, që të gjitha i kemi mbyll ato. Banka Popullore e Serbisë, Posta e Serbisë, Dinari i Serbisë, këto krejt kanë ngel si një përvoj e hidhur e largët që s'don ta kujtoj asnjëri prej nesh asnjëherë më. E në vend tyre janë hapur bizneset e reja me qindra e qindra sosh, janë punësuar njerëz të ri me mira e mira, pa dallim etnie, edhe sërbë që integrohen në shtetin tonë. Dhe ne, sundimin e ligjit, nuk e kemi të bazuar mbi etnin, përkundrazi, e kemi të bazuar mbi parimet universale, kushtetutshmërinë tonë dhe rendin publik. E për këtë, policia e Kosovës është edhe profesionale, edhe patriotike. Policisja kemi rritur buxhetin për 2/3, e kemi modernizuar me pajisje e trajnime, por gjithashtu mandatin e ardhshëm do t'i bëjmë edhe 2 gjëra shtesë. Do t'ja ofrojmë mundësinë për pensionim të parakohshëm,
filloj me 63 vjeç, drejt moshës 55 vjeçare, për ata që duan. Për ndryshe, mosha e pensionimit është 65 vjeç dhe njëkohësisht do të ofrojmë edhe mundësinë e gradimit të përshpejtuar, se ka policë që janë më shumë se një dekadë e kanë ngelur në të njëjtën gradë. Tash me testime për kalimin e 1-2 gradave të njëhershme, do ta përshpejtojmë gradimin dhe do t'ja mundësojmë pensionimin e parakohshëm për ata që duan. Për shkak se pa të lënë shumë keq e mbrapa, investimin më të madh e kemi bërë pikërisht për ushtrinë tonë Forcën e Sigurisë Kosovës. Të nderuar pejan, për 12 vjet, Forca e Sigurisë Kosovës i ka pasur vetëm 2 lloj armatimi realisht. Ka pas pushk Heckler edhe revolje Glock. Veç të dyja. Shumë më pak se policia. Veç pushk Heckler edhe revolje Glock. Sot që po flasim, janë më shumë se 40 sisteme të ndryshme, të lloj-llojshme të armatimit që i ka Forca e Sigurisë Kosovës. Janë 3 lloje të fluturakeve luftarake pa pilot, Puma nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Skydagger dhe Bayraktar nga Turqia, janë 4 lloje të sistemeve raketore antitank, janë 4 lloje të mortajave dhe shumë lloje të mitralerëve të lehtë të rënd, me sasi të mjaftueshme të pushkëve individuale, jo vetëm për pjesëtarët aktiv, por edhe për rezervën e ardhshme vullnetare. Përveç se kemi hequr tavanin prej 5.000 pjesëtarëve, ushtria jonë mund të ketë edhe më shumë se 5.000 pjesëtarë, përveç se kemi ngritur moshën nga 23 vjeç në 25 vjeç, do ta kemi edhe rezervën vullnetare. Të gjithë ata që dëshirojnë të bëhen rezervista në ushtrinë tonë, janë më shumë se të mirëseardhur. Për rezervën vullnetare ka opsione të ndryshme. Përveç ushtrimeve bazike që ndoshta marrin afër 4 javë, për çdo vit pastaj mund të ketë ushtrime ushtarake 2 javë në vit, 1 javë në verë e 1 javë në dimër, ose ka edhe opsione me 8 vikende për gjatë vitit, por ato do të shqyrtohen dhe do të vendosen nga komandanti i ushtrisë son, General Lejtnant Bashkim Jashari dhe Ministri i Mbrojtjes. E rezerva vullnetare nënkupton që të gjithë ata që bëhen rezervista vullnetarisht do ta kenë të garantuar nga shteti uniformën, pajisjet dhe pushkën, po në kazerma jo të shtëpia. Pra, këto do t'i keni në kazerma në kuptimin që ju do t'a dini adresën e sakt për brenda kazermës së FSK-s, ku është pushka juaj, edhe ata do t'a dinë ku jeni ju, por më mirë kështu se sa t'i pajisim në shtëpi se mos po entuziazmohet tepër në kush. Së fundmi e kemi bler edhe sistemin më modern të artillerisë mobile, Hawkey 105 mm, dhe jemi në proces të blerjes edhe të helikopterëve skifterzi Black Hawk nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dikush më tha, po s'mujmë bre me thonë që jena ushtri me gjithmen pa i pas tenkat. Tenkat kanë qenë transition mas luftës parë botërore, luftën e dytë botërore. Mirë po, sot, ne nuk besoj që na duhen tankset, tenkat, ndërka që në anën tjetër me sistemin ton, Amerikan, antitank, Javelin, s'kanë qaj vyna së Serbisë. Të dashur qytetar, për ta realizuar programin ton, 1 miliard për ushtrin, 1 miliard për prodhimtarin,
Programin tonë me transportin anën banë komunave të Kosovës me biletë integruar 10 euro. Programin tonë për valutën digitale. Programin tonë për Hekurulla, Prishtinë, Durrës, Prizren, Ferezaj, Gjilan, Bujanoc, Magjistralja e Dugagjinit, pastaj koridori jashtëzakonshëm jug-verej, Hanilezit, Fush Kosovë, Mitrovic e Leshak. Për të realizuar programin ton i cili e rrit buxhetin për listën e bornave esenciale në së paku 100 milion euro, i cili e jep fokusin të gjimnazët dhe shkollat e mesme, të këtë cilat do t'i inkurajojmë me paga shtesë që të punojnë doktorët e shkencave, magjistrat, sepse duhet të bëjnë jetë akademike, po edhe pedagogjike. Për të gjitha këto, na duhet mbështetja e juaj sot një javë. Mbështetja e të gjithëve që do të thotë e secilës dhe e secilës. Për këtë e kemi një listë jashtëzakonshme të kandidatëve. Janë 110 gjithsej, në mesin e tyre 13 doktor shkencash, 7 specialist mjekësor, 61 profesionist me master, secili përgatitur për të shërbyer shtetit dhe me dije e përvojë impresive. Në listë janë edhe 15 veterane e veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ata të gjithë e njohin lirin si sakrificë e jo si privilegj, e mbrojnë shtetin sot me ligj, punë dhe përkushtim, por janë edhe ndërgjegja jonë drejt së ardhmës e cila duhet të marrë përherë përgjegjësi të reja. Mosha e kandidatëve tonë është prej 24 vjeç në 78 vjeç, me moshën mesatare 44 vjeç, një farë balansi midis energjisë e guzimit rinor, por edhe përvojës e urtësisë të atyre që janë në moshë të mesme apo të shtyrë. 39 gra janë pjesë e listës, jo si kvotë, po si forcë dhe dije angazhuar. Ekonomia dhe financat përfaqësohen prej 24 profesionistëve, mjekësia dhe shëndetësia nga 17 profesionistë, ndërka shkencat humane e sociale, politika e diplomacia nga 24 ekspertë. Lista i përfshin 47 ish deputet dhe 16 ish ministra dhe 37 kandidat për herë të parë. Kërkoj pra që pasi ta votoni numrin 116, të lëvizjes vendosi me partnerët e koalicionit të përcaktoheni për 10 prej tyre, secili është më i mirë se tjetri, po ata që për pak ja u kanë ngru zemrën më shumë, ja u kanë mbush mendjen më shumë, i përzgjedhni në këtë listën e cila, si që shihni, i ka 22 rreshta e 5 kolona. Prej 1 deri në 110, këtu nuk mund të gaboni ata 10 që i votoni, a në atonën tjetër të majtën, gaboni nëse se votoni 116 në lëvizjen e vendosur. Nuk është lista për pushtet personal, është listë për shtet funksional. Nga peja në listën tonë është një ekip i jashtëzakonshëm, që e theksoj edhe kryetari i qendrës tonë, Taulan Kelmendi, dhe kryetari i arshëm i pejës. Me doktoreshën Fatmire Kolçaku, që e njihni dhe ka qenë në çdo rrethonë zëri i pejës dhe Dugagjinit. Pastaj me ministren tonë Rozeta Hajdarin, që nuk është zbrapsur asnjëherë nga mbrojtja e interesit publik as në kurtin 1, as në kurtin 2. Dhe me Gramoza Gushollin, qytetarin pejan e profesionistin e përkushtuar për pejen dhe Kosovën.
e të dashur qytetarë të PES, me ta marrë detyrën në mandatin e ardhshëm, janë 5 vendime të cilat janë të parat që do t'i marrë si kryeministri juaj. E para është miratimi i buxhetit rekord prej 4 miliard euro për vitin 2026. Në vitin 2021, buxhetin që na kanë lënë dueti Hoti Bajrami, qeverisë paraprake, ka qenë 2.4 miliard. Si vjet është 3.6 miliard. Pra 1.2 miliard më shumë, apo 50% më i madh sa i që e kemi gjetë. Ndërka që në vitin e ardhshëm bëhet 4 miliard që i bjen 2/3 më i madh se sa para 5 vjetëve. Pse është kjo e mundshme? Kjo është e mundshme pse qarkullimi i bizneseve në sektorin privat është rrit prej vitit parë para pandemik 2019 12.5 miliard, 25 miliard si vjet. Dhe bruto produkti vendor prej 7 miliard vitit 2021 si vjet bëhet 11 miliard, vitin e ardhshëm bëhet 12 miliard. Për çdo vit ja kena shtu ekonomisë kanë 1 miliard, aty në tjerëve para neve ju kanë desh 3 vjet për 1 miliard, 3 fish jena më shpejt se ata kur vjen puna te rritja ekonomike. Andaj vendimi i parë do të jetë buxheti për vitin 2026. Vendimi i dytë do të jetë procedimi i ligjit të ri për çmimet tavan, ashtu që të frenohet abuzimi i tregtarëve me rritjen e çmimeve. Pas nesër të dashur qytetar, bëhen 2 vjet e 1 muaj prej ditës më të rëndë që e kum pas në qeverisje. Dita më e rëndë që e kum pas në qeverisje për mirëqenjen e qytetarëve ka qenë 23 nëntor i vitit 2023. Atëherë kur gjykata kushtetuese na ardhzoi ligjin për çmimet tavan për produktet bazë në mënyrë që shporta me gjësendet elementare ushqimore e familjes kosovare të ketë po ashtu tavan përkatësisht çmim përballueshëm. Erdhzoi gjykata kushtetuese, ndërhyrin politikat tona fiskale dhe çka mbeti mu tjetër përveç se të deklaroj që këta po dojnë mu bo parti politike. Sepse neve na thoshin buxhetin ju e grumbulloni qysh dini ju e mundeni ju. A shpenzimin e buxhetit du të më na vetë neve gjykatën. Ja, për mjë vetë juve gjykatën, që shpenzohet buxheti për politikat tona fiskale, e të cilat ishin të ngjajshme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, atëhere do duhej që ata të garojnë me neve në zgjedhje. E jo ne kur të fitojmë zgjedhjet, me na tregu që është desh na me thonë fushat. Prandaj, përcjelleni me vëmendje kur ta kalojmë ligjin e ri për çmimet tavan, sepse nuk mund të kemi barriera të tilla që i bëjnë super profit tregtarëve, ndoshta dhe stërshitës në kurrez të kuletës qytetarëve të Republikës. Vendimi i tretë do të jetë procedimi i ndryshimit plotësues ligjit që heq kufizimin për punësimin për veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës që marrin beneficione. Ju e dini që drejt tash sfundmi kjo çështje ka qenë procese gjyqësore, gjykata themelore e dha një verdikt, i shpalli të fajshëm, por i dënoi minimalisht. Më duket që rasti është në gjykatën e apelit, por kjo përmbyllet shpejt, veç se ne pa vonesa do ta marrim vendimin që veteranët e ushtrisë shqiptare të Kosovës të mos kenë nevojë të përzgjedhin midis punësimit dhe beneficionit. Me neve, pas ti vendimi, me të filluar qeveria jonë e re, do t'i kenë edhe punësimin edhe beneficionin. Vendimi 4 do t'jetë miratimi i pagës së 13 për gjithë shërbyesit publik në fillim të vitit. Pra të gjithë ata që punojnë shtete për shtet, nuk do të presin
muajin e ardhshëm dhjetor për pagën e 13 në vitin 2026, por do ta kenë atë në fillim të vitit. Rrjedhimisht me neve, me vendim të qeverisë, por sa të filloj mandati i ri, shërbysit publik kur vjen te pagesa e pagës 13 nuk do të numërojnë 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, po 1, 2, 13. Dhe vendimi i 5 me 2 pjesë, e para, mbështetje njëhershme për pensionistët, fëmijët që marrin shtesa, studentët dhe punëtorët e sektorit privat, në mënyrë që të përballen suksesshëm me inflacionin. Ju e dini që pensionin bazik e kena gjetë 90 euro, e kena rrit 100 euro, pastaj për 4 vjetë pensionistët e moshës mbi 65 vjeç, 5 herë kanë marrë pensionin e 13, e kemi rrit në 120 euro, tash është 150 euro, pensionet edhe të moshës edhe kontribut dhënëse do të rritën sepse do të ndjekin rritjen ekonomike të vendit tonë, por do të ndihmojmë edhe studentët edhe punëtorët e sektorit privat. Dhe tjetra është rikthim të skemës për subvencionim të kursimit të energjisë elektrike nga e cila pritet të përfitojnë mbi 200.000 familje. Pra, kush kursen shpërblehet. Çdo kush që dëshmon që në një muaj të caktuar të vitit aktual ka shpenzuar më pak kilovator se sa në muajin e njëjtë të vitit të kaluar, do të shpërblehet nga shteti. Kush kursen shpërblehet, kush kursen më shumë, shpërblehet më shumë. Dhe krejt në fund, të dashur qytetarë të Pejës, më lejoni të flas shkurtimisht për rinin me një brejtje të ndërgjegjës që në këtë vend ku ndodhemi u kam kthyer shpinën. E ata e din që kjo është për shkak të kufizimeve të kësaj sale dhe faktit që njeriu nuk i ka dy sy prapa, po për ndryshe, nëse shikoni qeverinë tonë, me të vërtet ka qenë qeveri për rinin. Është dyfishuar punësimi i të rejve në Republikën e Kosovës. Moshat prej 16 deri 24 vjeç kanë qenë të punësuar më pak se 29.000, e sot që po flasim janë rreth 61.000. 23.303 janë punësu në 16.500 ndërmarrje me programin Superpuna për trit që trive ua jep pagën minimale për 6 muaj bonus në sektorin privat në cilën do ndërmarrje që punësohen. Merrni me mend, para qeverisjes son, rinia ka qenë diskriminuar. Kush ka qenë më i ri se 35 vjeç, e ka pas pagën minimale 130 euro. E kush ka qenë mbi 35 vjet, e ka pas pagën minimale 170 euro. Ne i kemi barazuar këto, po nuk i kemi barazuar të 150 që është mesatarja aritmetikore këtyne dy numrave. I kemi barazuar të 264 euro, i kemi barazuar të 350 euro, i kemi barazuar prej një janarit 425 euro dhe prej një korrikut të gjithë rinia do ta kenë sikur se ata në moshë të shtyr pagën minimale prej 500 euro. Të dashur qytetarë, unë ju falenderoj shumë për gjithë mbështetjen që na keni dhënë ndër vite, edhe në kohë të vështira, kur është dukur që lëvizja ndoshta po ndahet sepse po dalin disa nga lëvizja, ose se qeveria do të bie sepse kishte shumë brima e piskoma kundër saj. Mirë po, ju keni qëndruar pranë nesh gjithmonë, e unë do të qëndroj gjithmonë pranë jush për siguri, për begati, për Pejën, për Kosovën, kur nuk lëshoj pe. Falenderit shumë, miru pafshim e natën e mirë. Sot një javë në këtë orë rezultatet na tregojnë që fitues edhe më i madh se me 9 shkurt me 28 dhjetor është numri 116 dhe vetë vendose me partnerët. Ju duam fort, natën e mirë.